Fiks, mjafton. Faleminderit. Faleminderit. Këserde, merë frymë, se na more frymë dhe ne. Një teknik frymarje e jashtëzakonshme për të luajtur instrumenti, si quhet? Kavall. Kavall. Ne ande nga na ime themi fyell. Edhe ne faktikisht po me që... Që fry kavallit, fry. Po. Si queni dhe nga na vini? Gjemali Lala vin nga Tirana. A Tirana? Origin Lumjan, 24 karat. Lumjan, po që nga kavalli, lumjanët janë të shquar për instrumentin. Unë të falenderoj shumë që solle këtë instrument, pasuri të instrumentave popullor që mund të tajkuaja në zhdukje, se në përgjithësi nuk para kam parë dhe djuar dhe sinqerisht u emocionova që na solle sot këtu në Albania's Got Talent. Mua më pëlqeve shumë dhe sinqerisht faleminderit edhe po. Jam një adhuruese e madhe e fyllit edhe u gëzova shumë kur ju pash duke hyrë, sa që nuk besoja që vërtet unë e mendoj që nuk ka instrument që mund ta bëj dhimbjen edhe krenarin bashk në të njëjtën kohë si që bën fylli, kavallin rastin e ju. Ashtu është. Është kjo që ndjeva nga interpretimi juaj, i cili ishte, për mendimin tim ishte briljant. Dhe pa tjetër se po. Faleminderit. Mirëmbrëma, Zoti Gjemal, dhe komplimenta për faktin që ushtroni dhe kultivoni këtë instrument pra kavallin, që është një nga instrumentet tonë tradicional. Sonte gati me tingullin e instrumentit tuaj më hipnotizuat. Ishte si një mantra që përsëritej dhe më çoi në disa thellësi shpirtërore gati primordiale. Më dha shumë emocion, një emocion genuin. Dhe të falenderoj për këtë dhe sigurisht që është një po. Faleminderit. Qarë do të them, ti ke mbi 1000 vjetë që ke trashginin tënde brez pas brezi, na e zollën s'kem. Pa tjetër që një po, dhe me nderë. Faleminderit.